Vitet e fundit është vënë re një shtim I rasteve me tumore të traktit tretës në juglindje të vendit. Sipas bluzave të bardha, numri më I lartë I rasteve konstatohet veçanërisht tek personat mbi moshën 50 vjeçare. Mjekja onkologe Jusilda Dervishi shprehet se një ndër faktorët kryesor që ndikon në shfaqjen e këtyre sëmundjeve lidhet me regjimin ushqimor dhe stilin e jetesës. Ushqimet e pasura në nitrate dhe nitrite. Ne nuk është se jemi popull, të paktën zona e Korçës nuk është një popull që ushqehet më shumë me fruta perime, më sa kam parë unë, ose të ndjek atë dietën mesdhetare. Ndoshta janë të keq ushqyer sepse ka një numër shumë të madh të rasteve me kancer të kolonit, kancer të rektumit, të ventrikulit dhe të pankreasit. Mjekët theksojnë se pacientët duhet I kushtojnë rëndësi çdo shenje paralajmëruese, duke I drejtuar menjëherë specialistit. Tumoret e traktit tretës mund të nisin që me një diskomfort, me një dhimbje barku, dhimbje të thjesht barku, por shenja alarmante janë feçet me ngjyrë të zezë katran, si dhe gjak I kuq gjatë defekimit. Specialistët rekomandojnë një regjim ushqimor sa më të shëndetshëm dhe aktivitete fizike. Sa më pak mish të kuq, sa më shumë fruta perime, sa më pak yndyrna jo të mira dhe sa më shumë vaj ulliri dhe normalisht aktiviteti fizik. Mjekja apelon që kontrollet periodike të mos neglizhohen pasi diagnostikimi në faza të hershme rrit ndjeshëm mundësinë e trajtimit dhe përmirësimit të cilësisë së jetës së pacientëve.